lëvizja vetëvendosje dhe përfaqësuesit e saj televiziv po thojnë ana amnin, s'po flasim për parime. Po hajde flasim për emra, jo për parime. S'ka rëndësi me di çfarë do të qenë presidenti. Me rëndësi është vish pak vetë kryer Ramaboj. Me rëndësi është me ditë emrin e presidentit. Pra kjo është ai kthimi i jashtëzakonshëm mbrapa i konceptit mbi demokracinë dhe qeverisjen që e ka shoqëria dhe që e ka lëvizja vetëvendosje. Visari nuk e di. Visari e mban mend një marrëveshje të koalicionit që e ka nënshkruar lëvizja vetëvendosje. Ka qenë me Vllanin. A keni folë Visar aty mas pari për parime? A keni folë për pozita? Pide veç për parime. Do më thonë, veç për parime. S'kena mrimi do opozitat. Jo me në dykën 3 muj ka bisedu. Ramaboj. Për programte? Ramaboj. Për programe dhe parime. Tani, qa është diskutu mas shumëti, në marrëveshjen në diskutimet e para për koalicion mes LDK-s dhe VV-s në 2019-20. Të flasim për programin, të flasim për parimet, e tani flasim për emna. A gen velju krip keme full për emën. Për emna. Isa Mustafa dhe ke hajde të zgjedhëm të caktojmë kush është presidenti. Lëvizja vetëvendosje dhe ke jo se na s'bojmë pazare. Na duhemi ndërtu parimet njëherë, programin tani me full për emna. Mirë po, 2019 ka qenë emancipim. Në 2026 është që emancipim. I lëvizjes vetëvendosje dhe altoparlantëve dhe atyre vetë, edhe Albin Kurtit, i cili ka udhëheq këtë pjesë, të këtij mendimi që është emancipus, që të flasim për çka po ndërtojmë, me tani të flasim kush mundet me ndërtu. Ja tash po dhëna në emna. Se emni është ma me rëndësi. Për president, jo për ministra. Edhe për president e për ministra. O Erman, do me thonë, Ramaboj atë tash, po, për president mundë me thonë. Po për ministra ju. Kur për i vendosin cëta në poqën t'ju. Marë se shoshe për president. Kjo është president, nuk ka të bëjmë me vërtetën. A këthejmë se, dëgjëm, historia Kosovës ka njësë as 2019. Me faktë si po kërkan Visari. Ramaboj, asë një fakt një tonë në këtë studio se ke qitë. Përfshirë edhe atë që ti e shpik këtu, se menon dhe e shpik që thu në fjallorin e Oksfordit ka marrëveshje klasike. Nuk ekziston se marrëveshje moderne kjo. Çka ka dy bojash marrëveshje? Unë kam bën matematik. Kjo është marrëveshje moderne normal. Këtë dy janë bën si marrëveshje. Ne dhe partitë politike diskutojnë mbi marrëveshjen politike, e hartojnë parimet, parime s'ka marrëveshje klasike dhe moderne. S'kam fajt se s'ki lidhje me mendim politik. Po ti s'ki, Ramaboj. Unë ndina i nderum kur thu ti s'ki lidhje. Shumë i nderum ndina. Shumë i nderum ndina. Thuj s'është marrëveshja politike. Nuk kam dëshirë, kom thonë dhe fjalë përsëri. Nuk kom bën ti mund një ketë që më thu s'din. Unë përkundrazi e marr kompliment.